Rikthehemi miq, ndodhem në Rodokal Sipër. Është një fshat shumë i bukur që ndodhet në krahinën e Mokrës. Këtu për të ardhur sakrifikohet shumë, sepse rrugë s'ka fare. Po ne një ditë vim, e kemi thënë, ne shkojmë në fshat në një ditë dhe bëjmë këtë emision për të pasqyruar realitetin. Por vështirësia më e madhe është e banorëve. Ata jetojnë 365 ditë vitit këtu dhe për më tepër në dimër. Në dimër nuk e dim si bëhet rruga. Ta pyesim zotrin, si bëhet rruga në dimër? Në dimër bëhet rruga katastrofë. Kalohet, s'kalohet? Katastrofë, nuk kalohet fare. Nuk kalohet. Me makinën tonë, kjo është makina jonë, ky Fordi i vogël. Kalohet, s'kalohet? Jo. Pra ne kemi ardhur me fat në këtë kohë, sepse në dimër nuk do mund të hynim dot. Po patjetër. Duhet makina e madhe, e lartë. Pra duhet me zinxhir? Ose traktor me zinxhir. Ose ajo makina atje, ai kamioni. Po. Ju si a bëni kur keni urgjencë shëndetësore? Neve kur kemi urgjencë marrim zetorat edhe i nxjerrim letov. Me zetor? Me zetorat. Çilarojmë marat dhe i marrim njerëzit dhe i nxjerrim letov. Po ai që vjen për të ardhur në familjen e vet, si a bën? Do ecim në kamp. Ata e çojmë në spital, tjetri do kthehet mbrapsht dhe do ecim në kamp. Në kamp. Po. Dhe ka ndodhur ky mohabet. E di shumë mirë Edi Rama, e di shumë mirë populli i Rodokalit dhe neve të Rodokalit, e di shumë mirë komune e Proptishtit, këto rruga që janë hapur, i ka hapur Salber Isha dhe Shabasula, me komunë që ishte leku në komunë. Po, nuk i shtroi as ai. Gjysmat i shtrovi, gjysmat i la, gjysmat i respektovi, gjysmat i jodhin për ruat, nuk ishte faja ai, se që dhe faja jonë. E dyta është që këtu ka sot e 30 vjetë nuk është vënë dorë fare. Sidomos Mokra është katastrofë. Kjo i përzuri të rinjt? Të rinjt kanë ikur, unë bilemi nesër do iki se nuk më rrihet më këtu. A do ikësh edhe ti? Po tjetër se... Pra është për fat që të kapëm sot, se nesër së të gjenim? Mandaj të thash një të lartë se të është. Jemi gjuna, të mos takojmë baballarët, të mos jemi afër në nënëve, të mos jemi të këshurinjtë të tërë. Këtu ka marruar, sepse është i diçka gjilibrime. Ashtu gjiblimet i paguemi. S'kemi. Taksa. Dritat e rrugove si kemi. S'ka as dritë rrugë natën? Jo. S'kemi. Pulu bab. Pjani gëzuar, ti ashtu, unë po flas për veten time. Okej. Pra lagja jote ka. Okej, edhe 5 minuta. Unë po flas për veten time, nuk po flas për se keni juve këtu. E kuptoj. I paguhet të tëra. Tatimin e tokës e paguhet. Po? E tokën se punon më? Tokën se punoj. Po pse nuk e punon edhe? Njëses me miell vajti, kështu njëses me ple vajti as vjen. Nafta që paguhet në Proptisht, e marrin ata persona që kanë shtjell tokat apo kush i merr, nuk e di. Ju nuk merrni më subvencion? Jo. Pra nuk ka më subvencion për tokën për ju? Jo. Se tani e ka çuar dhe 3 hektar. Tash do vijë Edi Rama, na i marri atë rapin, na marri dhe tokat dhe ta kemi atë. Po mirë, ti që thua Edi Rama. Ty të kanë ardhur maj djatë qendrës. Pse si ka për xhaketë thosh zotri po. E pe rrugën po. Çam kërkon votën? Në momentet që kemi qenë neve djem të rinj, kur kanë ardhur për votat, ne nuk kemi qelluar. Nuk i keni. Nuk kemi qelluar. Dhe kur kanë ardhur dhe kemi qelluar, se po s'kërkuat llogari, edhe ai do shin lëm, apo jo? Duhen këta burrat. Po s'kërkove llogari. Këta burrat e vjetër dhe kryeplekët e fshatit. Ish një baba dhe një gjysh. Ish një gjysh dhe një baba. Këto nuk bëhen. Pra e ke edhe me kryeplakun. Po patjetër ai do t'i kërkoj. Ai nuk e kanë ngritur zërin po thua. Po çfarë të kërkoj ai pensionist është. Merr dhe atë të kryeplakut? Kryeplakut është tamam ai. Ai kuptoj. Këtu duhet një djalë i ri. Atë djalë i ri neve prezojmë, hekim nga puna. Se flet ai. Po i flet se ai kërkon. Është gimi, është tjetri, ata duhet. I qartë. Është ai djali aty, ai duhet. Është ky djali këtu, ai duhet. Unë duhem. Kur je çuar për herë të parë për t'i kërkuar këto të drejta? Këto probleme. Për herë të parë edhe kur vinë ata që na kërkojnë votat. Edhe ajo është. Mos e vra mendin edhe sot. Kështu ju thonë, e bëme. U bë. Mbaroj. Ju faleminderit. Ama një herë patët kur ajo jeni ngritur për këtë shkollën dhe shkollën u a bën. Na i bën. Pra duhet ta kuptojnë edhe ata që na shohin që po ngritet dhe po fole, nuk deli humbur. Jo patjetër. Deli fituar. Duhet të ngrihen djemtë e rinj, të kërkojnë
Po ti djemë të ri po thua ikën. Po do iki, po neve nuk banalon, unë të thashtë njëre, o që një gjysh vurën një plak. O që një plak. Po veti votoni jo, se Po pa titër neve i votojmë. veti votoni, veti vuani. I marrin vota thua. Kjo është. Faleminderit. Ata vjeni vota ti atje. Po. Si të quajnë? Si të quajnë zotri? Po ti mi dhe. Sa vjeç je? O, 60 vjetë më.